Tani edhe dy fjalë për 4 milion eurot dhe për ata që bëjnë sikur nuk kuptojnë. Dhe ndërkohë që hedhin papushim, helm në vesht e njerëzve, nga pensionistët deri te më të rinjt, duhet të ekspozohen përpara faktit se po, ato 4 milion euro ishin investim. Po, ishin një investim i bërë minutën e fundit për të shpëtuar investimin shumë më të madh për Shqipërinë, për ekonominë e Tiranës dhe për mijëra njerëz nga mbi 80 vende të botës që i kishin prerë biletat për të ardhur këtu dhe mbi të gjitha një investim për të mos hapur një plagë të re mosbesimi ndaj një Shqipërie ku i kanë sy të gjithë dhe ku do të mbaj fjalën që i garanton të gjitha aktivitetet ndërkombëtare dhe i garanton qytetarët e huaj që vinë në këtë vend. Por e vërteta e 4 milionshit është edhe më e plot se sa kaq. Është edhe më e plot për te asaj që bëjmë ne, sepse ato 4 milion euro nuk do kishin dalë nga arka e shtetit, po të mos ishin bërë kërcënimet, shantazhet, fushata e bullizmit dhe histeria e dhunshme e rrjeteve sociale, ku një pakicë njerëzish kujton se mund t'i imponohet me terror gjuhësor një vend i tërë, qeverisë, sipërmarrjeve dhe kujdo që nuk mendon si ata që e mishërojnë pakicë. Po si mund lejohet kjo? Si mund lejohet kjo në një vend demokratik? Fut një qeleshe në kokë, apo lidh një farmur në qafë dhe merr peng Shqipërinë në emër të popullit? Ndërkohë që populli dihet shumë mirë se flet me votë, jo me sharje, jo me kërcënime, jo me dhunë dhe shantazh përmes gojës disa zëdhënësve, të cilët në rastin më të mirë janë llapaqorrat paditur dhe në rastin më të keq janë aventurier të kapur. Po, të kapur. Prandaj, nëse atyre dhe pastaj kujt i ndjek ata nga pas u dhëmbin ato 4 milion, le t'i kërkojnë fillimisht llogari vetes për klimën e dhunës që kanë ushqyer në për kanalet sociale, sepse 4 milion eurot nga arka e shtetit nuk i nxori koncerti, po i nxori sulmi. Agresioni i verbër për ta shkatruar koncertin. Protestat janë një burim energjie për demokracinë dhe respektin për institucionin e protestës unë personalisht. Dhe kjo shumicë qeverisëse e kemi dëshmuar që në ditën e parë. Dhe dëshmojmë gjithmonë. Por nuk ka asnjë shans që ne të pranojmë t'i nështrohemi dhunës, kërcënimeve, shantazheve, apo koreve linçuese që të kujtojnë ato sheshet e mesjetës, me turmën e egzaltuar që i gëzoi spektaklit të linçimit dhe të vdekjes. Po ashtu nuk ka asnjë mundësi që unë personalisht pajtohem me idenë se në Shqipërinë e vitit 2026 qytetarët duhet heshtin, artistët duhet të tërhiqen, sipërmarrjet duhet t'i paguajnë haraç një turmë dhunuesish online, të cilët me verbërinë e tyre dhe me mbështetjen e shumë profileve falco të kujtojnë gardat e kuqe, gardistët revolucionit kulturor në Kinë. Edhe një gjë me rëndësi në mbyllje. Angazhohen tufa sorrash dhe laraskash për të më akuzuar mua se po sulmoj popullin që paska dalë në shesh, se po shaj rinin që nga zgjuar, se po
akuzoj emigrantët që po kërkokan llogari dhe me radhë. Po jo. Absolutisht jo, unë e kam bërë që në kryet herës dhe në çdo herë që kam folur. Dallimin e ditës Flamingos me natën e Korbit dhe të Soros. Kur nuk i kam paragjykuar ata qytetarë që dolën protest paqësisht, e bindjen se duan një Shqipëri më të mirë. Të gjitha ata të rinj dhe të reja që dolën protest me bindjen se duan një mjedis më të mbrojtur, ata familjarë që dolën protest për një shëndetësi më cilësore, ata prindër që dolën protest sepse duan një arsim më të mirë, ata burra dhe gra që dolën protest se duan një administrat më njerëzor. Dhe kur nuk mund t'i paragjykoj njerëzit në përgjithësi që duan një shtet më të drejtë në tërësinë e vet. Sepse edhe unë dua pikërisht të njëjtat gjëra. Kur një vend përparon, pritshmëritë e njerëzve rriten më shpejt se sa vetë ritmi i përparimit. Rrugët më të mira i bëjnë gropat e mbetura më të padurueshme. Lufta frontale me korrupsionin që nuk ka ndodhur kurrë më parë, e bën korrupsionin ende më të padurueshëm. Shërbimet më të shpejta, si asnjëherë më parë, 95% online, e bëjnë çdo shërbim të pravëmbetur ende më të patolerueshëm. Kjo nuk është shenjë dështimi. Është shenja më e qartë, më e sigurt, më kuptimplot se shoqëria kërkon gjithnjë dhe më shumë, dhe detyra jonë nuk është që t'i ulim pritshmëritë e qytetarëve, as t'i shohim pakënaqësitë e tyre si kundërshti ndaj nesh, por të gushtojmë çdo ditë hendekun mes asaj që kemi arritur dhe asaj që ata me të drejtë presin nga ne. Prandaj po dëgjojmë me shumë vëmendje një grup i ngritur enkas qysh në ditët e para po mbledh çdo shqetësim dhe po përpiqemi të ndërtojmë një reflektim mbi tmetat, gabimet, boshllëqet tona dhe pastaj sigurisht hap pas hapi do t'i komunikojmë ato me të gjitha ata njerëz të zakonshëm dhe të ndershëm të këtij vendi që kërkojnë që rrugtimi ynë drejt shtëpisë europiane të jetë më i shpejt dhe që Shqipëria të bëhet më shpejt ajo që ata duan, por jo vetëm duan, po dhe meritojnë.